E përmendi Shkodra një nocian që s'duhet i njëruar, ekuilibrin e forcës. Shtu Turqia po thotë që edhe Evropës po thotë. Tash du t'dal atë. Po në pjesë të tëndën edhe do ta... Po mendoj që pikrisht edhe kjo ka të bëjë me atë. Në qoftë se nisemi nga fakti. Për shkak se kjo çështja e ekuilibrit forcave ka filluar që në vitin 1815. Do të prej luftrave të Napoleonit deri në 1914 në sistemi i famshëm i Vjenës, gjithmonë krijohen për të ruajtur balanca, do thotë për është një farë mekanizmi që ndihmon ruajtjen e stabilitetit. Balanci fuqisë. Pikrisht, do thotë nuk e lejon hegemoninë. Në këtë rast, në qoftë se ne e mendojmë Serbinë si një forcë kogja serioze në Ballkan, që blejti aeroplan prej Francës për krahja e saj prej Rusisë, do të thotë kë është një farë mesazhi i kësaj treshës tonë të një ekuilibri të forcave këto. Tashti natyrisht se çdo aleancë pastaj, duke pas parasysh tani edhe këtë farë katrahurën geopolitike kohëve të fundit, edhe po e shohim tani krijimin e një rendi të ri botëror, për shkak se ne tani më nuk i kemi dy superfuqi. E kemi pas një kohë të caktuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinën. Sot i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Bashkimin Evropian si tillë, India besa 5 apo 6 janë. Bashkimin Evropian dhe për neve në Ballkan se për tjetër. Po si do që tjetë, ajo logaritet si superfuqi. Është superfuqi. Po, ekonomike, alo, po ushtarake. Vetëm ekonomike, po edhe ushtarake. Përderisa po flasëm për koka atomike në Francë, atëherë e kemi edhe ushtarake. Dhe natyrisht pastaj që krijohen ato balancat. Edhe Turqinë e shoh në këtë kontekst. Do të thotë, historikisht e ka pas një ndikim në Ballkan, dhe mund të jetë apo të mbetet ajo farë kupolla e këtij ekuilibri, po gjithmonë duhet pasur parasysh deri ku shkon ajo dakordanca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak se jam i sigurt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan ta humbin ndikimin e këtyre e vet, as në Ballkan, por as edhe dikun tjetër. Serbia në këtë rast... Flitet shumë për një politikë izolacioniste të administratës së re, edhe në aspektin e sigurisë. Nuk e di, unë më shumë po e shoh si një përpjekje të administratës së re që ta shtrinë ndikimin apo të i detyroj disa forca të padëgjueshme që ta vazhdohet aleanca me përpjekje të njëjtë sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do t'i garanton pastaj aleancat dhe më tutje edhe në shtrirjen e ndikimit të përbashkët. Dallimi është që natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qenë se edhe i kanë qenë gjithmonë investorët më të mëdhej në NATO, dëshiron që t'i tregoj shteteve të Evropës që une jam forcë në Evropë. Nuk jam vetëm forcë e përbashkët evropiane, po në qoftë se jam varet një gjithmonë prej neve, atëherë unë jam forcë aty. Në qoftë se nuk e akseptoni, unë i tërhiqi trupat dhe kjo nervozizmi evropian, kur Amerikanë flasin për tërheqjen e trupave nga disa shtete, faktikisht e argumenton atë qëllimin e Donald Trump që Amerika është forcë në Evropë. Por shkak se unë nuk e besoj që Shtetet evropiane, përkundër krenarisë së tyre, e akceptojnë dhe e përbijnë lehtë një farë tërheqje ashtu të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por shkak se s'mund t'i përballojnë vetë forcave tjera. E harrova Kinën, pa e përmend për shembull. Kina është jashtëzakonisht ngarë dhe tani, kur e shohim për shembull një politikë të tillë të Donald Trump me Rusinë, në sytë e me është një përpjekje për ta dobësu Kinën. Në qoftë se Rusia tërheq nga vetja, atëherë dobësohet Kina. Për shkak se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ma e rëndë sot është një Kinë sesa një Rusi, se Kina e ka dhe forcën ekonomike për dallim prej Rusisë.
Do thotë automatikisht bëhet një problem. E kemi këtë organizatën multilaterale, Brexit, që është goxha një problem. Dhe me dobësim të Kinës, automatikisht dobësohet edhe Brexiti. Dobësohet edhe Brexiti. Po natyrisht, për shkak se Kina aty e ka investimin ndër më të mëdha, natyrisht. Edhe Rusia, po përmes gasit, por përfitimin dhe investimin më të madhin e ka Kina momentalisht. E kemi Kinën pastaj që në fakt gjithçka që ne përdorim sot, kam përshtypjen vjen prej Kinës. Edhe është një farë përpjekje disi që kjo të ndalet. A do të arrijë apo jo? Presim të shohim, për shkak se çdo betejë e tillë shkon me një farë rreziku, posaçërisht kur e kemi një Donald Trump që në sytë e tonë krijohet përshtypja se ky person nuk ka plan. S'paku që ajo, dhe që e kam përshtypjen që njerëzit i friksohen më shumë faktit që ai duket që nuk e ka një plan, sesa që i merr ato veprime. Por Pak e ka një plan për të shkuar në botën mbase ky është plani. Ka qenë qëllimi i tij për me tregu që, apo ta them matrosh, unë jam baba këtu. Tradicional. Unë jam baba këtu, ai do të më thonë, dhe jo evropian pa mu s'keni gjallë. Kjo është edhe mesazhi që po e jep. Në kuadër të kësaj, natyrisht që ai dëshiron edhe të përfiton diçka se don të lënë diçka mas veti, se i ka edhe 4 vjet. Pra po e përsëris. A e arrin këtë apo jo? Pritet ta shohim. Por apo përpiqet që të bëj diçka, dhe apo përpiqet që t'ja lë një mesazh. Sidomos Bashkimit Evropian po. Si u bë që sjellja e Donald Trump pastaj çojnë atë që shtetet e Bashkimit Evropian të afrohen edhe të flasin për ngritje të buxhetit, për mbrojtje. Pse më herët s'folshin? Kishin probleme me rrit 2%. Po pikërisht. GDP-s janë 400 çka po i bjen kjo? Jo po i bjen që detyrimisht shtetet. Pase Biden kishte plan, por ai plani Biden nuk është që përfundoi luftën në Ukrainë, europianët. Por ata po them. Ishin të fjetur në aspektin e sigurisë. Biden është deri më tash një politikani më jo konvencional dhe më i paparashikuar. Trump. Më falni, Trump. Dhe të e pas parasysh atë, duke pas parasysh që është i paparashikueshëm, ndoshta pikërisht këtë e ka dashur, që të reagoj dhe të ndikoj të shtetet evropiane. Dhe them drejtën, këta 3 muajt e parë e kam përshtypjen që e ka arrit. Pra po e përsëris, me vetë faktin që shtetet evropiane më në fund prej 2%-shit, po flasin se si ta rrisin buxhetin, diçka që nuk ka qenë temë të ta më herët, për shkak se e kanë pas mburojën, i kanë pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gati në çdo shtet. Gjermani, Poloni, Kosovë. Veç ta bëni pyetje se ishte shumë i gjatë në teza. Apo e shete se Shtetet e Bashkuara po dojnë me lëviz, domethënë në brenda orbitës vet, brenda Shteteve të Bashkuara